Nuk ka rriqe. Sali Berisha flet për pensionet. Sali Berisha, kryetari i opozitës, ka deklaruar se rritja e pensioneve e shpallur nga kryeministri Edi Rama është një masë e gabuar dhe e manipuluar, e cila ka si qëllim përfitim elektorale. Ai theksoi se kjo rritje nuk ka për qëllim të përmirësojë jetesën e pensionistëve, por vetëm të krijojë përshtypjen e mbështetjes për ta gjatë periudhës elektorale. Berisha e ka cilësuar këtë veprim si një manovër që ka në thelb interesat politike të partisë në pushtet, duke theksuar se përfitimet reale për pensionistët janë minimale. Ai ka theksuar se shumica e fondeve të allokuara për pensionet nuk do të shkojnë për përmirësimin e kushteve të jetesës së të moshuarve, por do të përdoren për qëllime të tjera të lidhura ngushtë me interesat e Partisë Socialiste. Pas tij, kjo ndihmon vetëm ata që janë në pushtet dhe nuk u ofron ndihmë reale pensionistëve, të cilët vazhdojnë të përballen me vështirësi të mëdha ekonomike. Berisha ka deklaruar se qeveria nuk po përmbush premtimet e bëra dhe se të moshuarit nuk po ndjejnë asnjë përmirësim konkret në jetën e tyre të përditshme. Kryetari i opozitës ka shtuar se kjo rritje e pensioneve është një përpjekje e qartë për të ruajtur mbështetjen popullore gjatë periudhës zgjedhore, pa sjell ndonjë ndikim të vërtet në mirëqenien e pensionistëve. Ai ka theksuar se shumica e të moshuarve, të cilët përballen me sfida të mëdha financiare, nuk do të përfitojnë realisht nga kjo politikë. Për më tepër, ai ka akuzuar qeverinë se po shpërdoron fondet publike që mund të ishin përdorur për reforma të vërteta në sistemin e pensioneve. Në përfundim, Sali Berisha ka kërkuar që qeveria të marrë masa konkrete dhe të krijojë politika të qëndrueshme që garantojnë një jetë me dinjitet për ata që kanë dhënë kontributin e tyre ndër vite. Sipas tij, vetëm një sistem i drejtë dhe i ndërtuar mbi transparencë dhe përgjegjësi mund t'i japë zgjidhje reale problemeve të pensionistëve në Shqipëri. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Mos harroni të bëni like dhe subscribe.